Ta lini me kaq. Ka mbi 7-8 muaj që neve kemi çuar dhe janë aprovuar që do merren në shqyrtim ndryshimet ligjore për të dalë nga ky ngërç. Që ose të bëhet që të ketë forum vetëm një herë. Jo më ndryshon parlamenti me sa me ligj 40/2016 duhet të ndryshohet. Se po nuk u ndryshuan në këtë ngërç. Për çfarë zgjodhet Elona Mustafaraj kandidatë? Për çfarë zgjodhet me se zgjedhën kandidatët? Se mua shumë thanë se ke zgjedhur burrën kandidatin, thoshin ta tjerë. Po për zotin a shumë thanë Artinika, pse ke zgjedhur burrën kandidatin? Ti do të më intimidosh, ti do të më intimidosh. Po intimidimi më jepni të drejtën që kanë fituar në asambleë kombëtare, asambleja kombëtare është organizim më i lartë. Po detyra nuk vetë atje, sikur po vete po merr çunin nga kopshi, edhe atë çik detyrën. Ata procedurë. Mos e kalon në batuta personale. Kush e di për urdhën e psikologut? Unë jam Bledar Feza, e di nxjerr. Më njohim shumë psikologë se s'mjefti. Për urdhën e psikologut. Se i kam takuar psikologët që na moshin kur në sport. Më njohin një nga një të gjithë. E ke pasur në asambleë kombëtare. Duket se ka një përpjekje zonja Laboviti për të krijuar për të krijuar situatën për mosnjohjen e zgjedhjeve plotësisht. Janë tallur me antarët. Tani, qëndrojmë tek quorumi. Për çaj paguat Hotel Plazën, i lat antarët në radhë. Po se ka detyrë që të bësh zgjedhje, se po nuk bëre zgjedhje si do verifikosh ka quorum apo s'ka quorum. Si të them, po mos bëni zgjedhje, thotë që pse nuk i bët, se e dini që s'do kish quorum. Po i bët pse i bët. Tash ja ti bëna mos ti bëj. Keni ju zoti ligjor. Treska të bëni zgjedhjet në Hotel Plaza. Po se ti mbani 12 orë antarët aty. Na fal, ta bëni në Hotel Tirana. Plazën me kodizacionin e antarëve. Po do bëj zgjedhje me s'është detyrim ligjor, se si do verifikohet quorumi po s'u bë zgjedhje. Do bën prap shtator, sa nuk u bë quorumi do thirret prap. Zebim të placa, zebim të Tirana. Ti ke gjithë format për po si e manipuloj ju, duhet të vinë 750 psikologë, vinë 450. Do të vi pas marrjes presidencës. Ka vin audit zotë 3 vjet aty, vin audit zotë 3 vjet. Një sekond. Audit për 14 milion lekë të reja. Një sekond. 207 milion lekë buxhet. Një sekond. Të vjetra. Një sekond. Nga cilat 8% i për paga, 20% i për shpenzime të tjera, ngjelet apo zgjedhin 1 milion që vjetën për aktivitete. Për çfarë vin ti këtu pasaj? Çështja është. Po vi se më ftuan vëlla. Çështja është zonja Treska, zonja Treska pretendon që nuk është. Po nuk e pretendon zonja Treska është në detyrë presidenten detyrë. E pretendon mbrojtësi ligjor. Atë pretendon ligji, sepse kemi një procedurë që nuk po e bëjmë për herë të parë. Me sa e ka marrë, sa votues e ka marrë mandatin zonja Treska? Po ka marrë zonja Treska 200. Radhën e parë me 600, radhën e dytë me 300 e kusur. Ku? Po më janë proces verbal në radhë për të votuar zonjën Treska te filologjiku. Po dhe në kompandemia. Të tregoj fotografitë. Tregoj dhe në kompandemia, Dimit. Dhe di shumë mirë që keni manipuluar proces verbal në atyre zgjedhjeve. Aha, kena manipuluar. Mund të manipulosh të drejtën që më kanë dhënë. Sa radhë ta manipuloj një proces verbal i kësaj radhe, kishte gjithë votat aty. Tash se s'do të quorum. Dhe ta kanë dhënë para një muaj brona. Jemi në kushtet që s'do bëhet quorum, pse lodhesh? Të mos bëhet pis, janë persona të nderuar, profesionistë të nderuar, mos bëhen pis duke votuar një palishmëri. Mbledhja e Këshillit Kombëtar në datën 13, ora 1 është në shkelje totale të ligjit. Gjithë secili do marrë përgjegjësinë e vet nëse bëhet pal me Bledar Fezon dhe Valbona Treskën. Pyetja është edhe me Elona Mustafarajin edhe me 400. Elona Mustafaraj nuk ka faj. E keni marrë zvarr dhe e keni vënë kandidate. Elona Mustafaraj është më e pafajshmja në këtë pikë. Shumë mirë, sepse është përdorur nga ju të dy. Ja po viti, 451 vota mjaftojnë apo jo për quorum? Në 1500 veta. E diskuton gjykata quorumin. Ku ta diskuton gjykata? Mandatin si presidente dhe pala. Si të ta japim, thuaj se sa kanë zgjedhur mandatin. Ka firmosur procesin verbal. Më lexo cila rregullora polish më ndalon këtë të drejtë. Atakon pala tjetër në gjykatë për çështjen e korrupsit. Duhet të shkojë Elona Mustafaraj dhe kompania e saj. Pra Elona është në gjithë kushtet si ty. Ta atakojnë në gjykatë. Nuk e rezoni dot me një mbledhje të jashtëligjshme të Këshillit Kombëtar. Po se realizon mbledhja me zon ligjit. Nuk e bëni dot, tashmë më tepër shoh. Ma bën çka më bëni serioz. Shumë serioze kam. Një sekond, mos të. Dhe di shumë mirë që një prej antarëve të Këshillit Kombëtar në datën 3/4 që këta e thrasin të premten është paguar 400.000 lekë për surprizën e korrikut të zonjës Treska. Pra është totalisht në konflikt të interesi. Si mund ta votoj procesin zgjedhor? Ç'është kjo? Ç'është se e ke shumë mirë. Valbona Abili, kolege nderuar, 400.000 lekë në korrik do të marri nga urdhri psikologut. Si do votoj kjo? Si do votoj? Po Elona Mustafaraj, Po Brunina Laboviti del aty? Po Brunina Laboviti del aty te honorarët e Komisionit Etik apo nuk del? Del Brunina Laboviti te honorarët e etikës. Ku edhe? Djemgjes? Dje në mëngjes ka mëngjes. Po deri djemgjes? Figuronte Brunina Laboviti aty? Bledar Fezon nuk intimidon dot. Nuk intimidon dot. Ti dhe Një sekond, para se të kaloj tek Eda Grimçi që është
avokate sigurisht shumë e njohur e këtij vendi, kam një pyetje për ju zoti Feza. Pa mandat, me këtë arsye mi bie që Valbona Treska mund të vazhdojë in perpetuo pafundsisht. Ky është qëllimi, nuk është qëllimi. Ky është qëllimi të zvarisin antarët dhe të vazhdoj perandorin zonja Treska. Po të që ne kemi dëshirën që ta vazhdojmë in perpetuo, as nuk do të thirrem prapë zete të tjera. Po ti sa po konfirmove, as nuk do merrni ti je duke ndikuar drejt për drejt në vendimarrjen e Këshillit Kombëtar që të bëjmë ndryshime ligjore. Nëse do të mblidhet, sepse nuk do mblidhet. Pse kishim lënë ligjin asocieshëm, pse do bëjmë ndryshime ligjore në për të zgjedhur Gërçin nëse do Ti ja u dhe mesazhin të qartë këshilltarëve. Çfarë detyrë ka? Çfarë duhet të bëjnë me këtë? Duhet ta arrëzojnë, nuk kanë kompetencë për ta arrëzuar ligj. Mos bën ndryshime ligjore si Putini nga kryeministri presidenti. Ai vetëm luan me fjalë. Po të shikoni propozimet ligjore, është ruajtur që Valbona Treska nuk ka të drejtë kandidojë dhe nuk do kandidojmë dhe nuk do të jetë. Por i vetmi ndryshim ligjor që